Mirëmbrëma të dashur miq, sonte do cillim tek ju dëshminë e një besimtareje ungjillore, ndër brezat e parë pas viteve 90 në besim. Gjatë ecjes së saj në besim ka përjetuar fuqinë e Perëndis. Pas një operacioni kalon në vdekje klinike, tregon për të vështat mrekullinë e rikthimit sërish në jetë. Adelina Çiplaka nga Fieri me profesion mësuese psikologe. Mirë se erdhe Adelina. Mirë se ju gjeta Enela, kënaqësi. Faleminderit, ti vjen sot për herë të parë në studion e Familja 7 për të treguar për një dëshmi, për një mrekulli në jetën tënde, që siç më ke treguar në bisedat së bashku, as ke mundur të harrosh, as ke mundur ta shkundësh dot fare. Befas një ditë ti nuk u ndjeve mirë në trupin tënd. Çfarë ndodhi? Po, është e vërtet Nela. Shkova të bëja një vizitë rutinë tek mjekja në Fier, edhe papritur ajo zbuloi që kisha një gjendër dhjamore, e cila ishte në përmasa të mëdha, edhe sipas saj, ajo nuk e mori përsipër që ta bënte ndërhyrjen në trupin tim, dhe në fakt më sugjeroi një kirurg shumë të njohur në Tiranë. Po, dhe ti erdhe në Tiranë. Po, edhe unë erdha në Tiranë, erdha bëra ato procedurat e mjekësisë aty, bëra ekon, edhe doktori në Tiranë gjithashtu konfirmoi të njëjtën gjë, pra që ishte një gjendër dhjamore shumë e madhe, por ai në fakt tha që nuk përbën asnjë lloj rrezik për jetën, dhe unë të marr përsipër që ta bëj këtë operacion me sukses. Po, më thonë, mund të hiqej përmes një ndërhyrje kirurgjikale. Të zakonshme. Ti ndave ditën e operimit, a? Po, doktori në bazë të agjendës së vet vendosi për një ditë për operacionin tim që ishte shumë e afërt. Po, më trego pak për ditën kur ti u paraqite. Kush të shoqëroi edhe si nisi ajo ditë? Po. Ishte një ditë e zakonshme, isha në fakt bashkë me dy prindrit e mi. Unë nisëm herët nga Fieri, edhe mbritëm në Spitalin Shtetëror këtu në Tiranë, dhe shkuam atje, kishim dokumentat normale që paraqiten zakonisht para bërjes së një ndërhyrje, të një operacioni. Unë shkova tek recepcioni, më thanë që je shumë në rregull, mbajtën dokumentat, ndërkohë që më thanë lere celularin, këtu, lerua prindërve dhe ngjitur lart. Procedurë të zakonshme për të bërë operacionin më pas. Po, pra ti po bësh e gati për të hyrë në sallë. Po. Si u ndjeve emocionalisht? Se nuk është e lehtë tani të shkosh bësh një ndërhyrje dhe a pate frikë, çfarë ndjesie pate në veten tënde? Po, është e vërtet. Në fakt, me thënë drejtën, kisha ime ungjillore në Fier, prej gati një muaj e gjysmë që unë isha në pritje të bërjes së këtij operacioni, ishte duke më mbështetur në lutje fuqishme. Pra po luteshin një grup besimtarësh për ty. Besimtarët e kishës time në Fier ishin duke u lutur prej një kohe të gjatë. Edhe kjo gjë më jepte shumë paqe dhe shumë siguri, edhe unë sigurisht që isha duke u lutur Perëndis për këtë gjë, edhe me thënë drejtën nuk kisha asnjë lloj frike, ndërsa për prindrit e pashë ata ishin në merak. Po normal, në tension që po prisnin. Po, ishin duke pritur. Ishte hera e parë që unë isha një person që nuk kisha pasur kur probleme me shëndetin, edhe të përfundoja drejtë në operacion ishte shumë e vështirë për ta, normal, edhe ata ishin të tensionuar, ndërkohë që mua pasi më morën dokumentat, më kanë gjitur sipër menjëherë dhe kanë filluar procedurat e bërjes së operacionit, më kanë vendosur narkozën. Po, narkozën në momenti ku ti skupton më asgjë pastaj. Po. Më trego pak tani, ti do na tregosh çfarë mjekët kanë treguar më pas. Nisi operacioni, gjithë mjekët ishin në sallë. Po, thjesht diçka të operacionit. Po, diçka të shkurtër te kjo pjesa para se të nisë operacioni. Mjekja anesteziste më bëri narkozën dhe ndërkohë që unë isha në pritje për të më zënë narkozën dhe të vazhdoj procedurat më tej, vjen mjeku dhe unë në fakt isha duke kënduar një këngë lavdërimi për Perëndin. Edhe kënga ishte O Zoti im, kur mendoj mahnitur, i marr me mend gjithë punët e dorës sate. Është një himn i njohur. O Zot shpëtuesi im, besoj shumë nga besimtarët e kujtojnë, dhe mjeku më gjeti duke kënduar pikërisht këtë këngë. Hyri në sallë, përshëndeti dhe më tha direkt, Ada, mos ki merak sepse çdo gjë do të shkojë mirë. Edhe ndërkohë mjekja anesteziste që ishte pranë meje, i tha, doktor, ajo nuk ka as frikë dhe as merak. A nuk e dëgjon që është duke kënduar përpara hyrjes në sallë? Dhe ai është çuditur. Dhe në fakt ka qenë çudia e dytë që ka përjetuar nga komunikimi me mua. Po. Se nuk përcolla asnjë lloj frike, po. Asnjë lloj frike, një qetësi, një paqe, një siguri të plot, edhe ai u habit. Operacioni dhe nisi operacioni. Rrugës çfarë ndodhi? Dhe nisi operacioni.
Në fakt, në orën 8 të mëngjesit, unë vendosa dokumentat tek recepcioni poshtë, jam gjitur rreth orës 8:05, bëra narkozën, pra mund të themi që pak a shumë operacioni mund të ketë nisur rreth orës 8:15, 8:20. Të mëngjesit. Të mëngjesit, po. Me sa më ka treguar mjekët, rreth 1 orë pasi kishte nisur operacioni, ndodhi diçka e çuditshme dhe e paparashikuar, si për mjekët, por edhe për trupin. Pra ishte diçka e papritur. Mbasi kishte rreth 45 minuta, 1 orë që operacioni kishte nisur, çdo gjë u ndërpre në mes, sepse parametrat e trupit po tregonin që unë nuk kisha më frymarrje dhe papritur kisha kaluar në një vdekje klinike. Pra kishe kaluar gjatë operacionit? Po, në një vdekje klinike. Po. Me çfarë kanë treguar mjekët, pra si ishte reagimi? Tani çfarë bën diçka për të cilën çfarë bën mjekët? Po. Pjesa e mjekëve. Po. Ajo që më ka treguar të paktën kirurgu kryesor që kishte marrë përsipër operacionin, ishte kjo, që ke bërë vdekje klinike. Pas rreth 1 ori që ke filluar operacionin, ke pasur një ndalim komplet të trupit tënd, të frymarrjes tënde dhe nuk dija çfarë të bëja. Kjo ishte reagimi i parë i doktorit kur më ka treguar dhe pas kësaj direkt me ndihmën e mjekëve të tjerë që kisha të pranishëm, 2 mjekë të tjerë që ishin aty, kemi menduar që të bëjmë elektroshok. Ka vazhduar elektroshoku për afërsisht 35-40 minuta. Pra, po, në trupin tënd për të rikthyer në jetë. Po, për të më rikthyer në jetë. Ndërkohë që edhe pasi bëri elektroshok 35 apo 40 minuta, nuk kishte asnjë reagim në trupin tim. Vazhdoja të isha e vdekur klinikisht, sipas mjekut. Po. Ata pastaj bën mbylljen e plagës, e kishin mbaruar si operacion, por ishin të dorëzuar sepse ti nuk ishe më në jetë. Apo jo, kështu ishte dhe mbyllja atij momenti. Jo, në fakt operacioni nuk ishte përfunduar akoma, sepse kur doktori ishte ndërkohë që bënte operacionin, ndodhi kjo vdekje papritur klinike. Po. Pra diçka e paparashikuar, edhe duke parë parametrat e trupit tim të mëparshme që i plotësoja të gjitha kriteret për të patur një operacion normal. Dhe në kushte të tilla, doktori kërkoi ndihmë mjek të tjerë shtesë për të parë se çfarë mund të bënte me trupin tim, për ta rikthyer në jetë. Dhe ajo që vendosën ishte, mjekët e tjerë bashkë me të, ishte që shtuan narkoz përsëri dhe mjekët e tjerë i thanë, doktor, po të paktën mbylle plagën e vajzës, sepse nuk mund të qëndroja ashtu e hapur, se doktori ishte shokuar komplet dhe ndjej shumë i tmerruar dhe duke qarë. Çfarë përgjigje do t'u jepte prindërve të tu? Prindërit mi që ishin duke pritur pas derës, edhe prej një kohe të gjatë. Dhe në fakt ishte e çuditshme sepse të tjerë që kishin hyrë në operacion përpara pas meje, dilnin prej operacionit, kurse unë vazhdoja të isha akoma atje. Supozoj kishe mbaruar dhe ti në kohë. Po. Edhe kjo ishte sigurisht një ankth i dyfisht për prindërit e mi. Ishin duke i mbajtur me fjalë që ja edhe pak, ndërkohë që kjo pak nuk dihej se sa ka zgjatur. Pra ti ishe duke qëndruar ashtu në sallë në vdekje klinike, prindit e tu s'kishin ende një përgjigje, mjekët e dim sepse edhe ata është situatë e vështirë, ata kishin në dorë jetën tënde. Adelina, ti më ke treguar që ti ke përjetuar një mrekulli ndërsa ishe në vdekje klinike dhe ke takuar Perëndin. Po, është e vërtetë, Nela. Edhe tani që po më flet emocionohem, sepse e kam atë çast shumë të gjallë dhe përpara syve si tani. Një trego detajet e këtij përjetimi. Po, patjetër, me kënaqësi. Ajo që kam përjetuar ka qenë kjo. Ndjeva që shpirti u shkëput prej trupit tim dhe isha duke fluturuar. Dhe ambienti ku kam fluturuar ka qenë një lugin e errët, që në fillim ishte e gjerë dhe pastaj ndërkohë që unë vazhdoja fluturimin, kjo lugin sa vinte dhe ngushtohej dhe ka arritur në një pikë të fundit fare. Gjatë kësaj kohe kam përjetuar një siklet dhe një mundim shumë të madh në veten time, por falenderit Zotit që kjo kohë në këtë errësirë dhe në këtë lugin që mua më sjell ndërmend Psalmin 23 dhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, unë nuk do të kisha frikë nga asnjë e keqe. Sepse ti je me mua, shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër. Dhe unë kam përjetuar pikërisht atë momentin e kalimit në luginën e hijes së vdekjes. Mbas kësaj, kam zbritur, kam dalë në një vend plot dritë.
kam zbritur me trupin tim. Dhe sytë e mirë kam parë majtas edhe djathtas. Kam parë majtas gjelbërim, pemë të mrekullueshme, me fruta të mrekullueshme, edhe një ngjyrë jeshile që nuk e kam parë asnjëherë këtu në tokë. Një ngjyrë e mrekullueshme dhe unë u mrekullova sepse edhe prej natyre më pëlqen shumë krijimi i Perëndis. Pash në krahun e majt gjelbërim, pash në krahun e djathtë gjelbërim, ndërkohë që ul kokën edhe shoh barin, një bar që nuk ishte asnjë gjetje të kalbur, të fishkur, të shkelur, pra ishte diçka e paprekur dhe diçka e mrekullueshme që unë nuk e kam parë kurrë në tokë. Pas kësaj, sytë e mi shkojnë përballë. Përballë shikoj një ujvar që zbriste nga qielli, që zbriste nga lart, edhe që ishte shumë e madhe dhe që gjatë gjithë kohës aty nuk pushonte kërcitja e ujit, nuk pushonte freskia në atë ambient aty, edhe një dëshirë shumë e madhe erdhi në veten time për të pirë nga ai uji. Por si kurioze, vendosa njëherë 2 gishta, u afrova, e preka ujvarën, edhe një ujë freskët, i ftohtë, i mrekullueshëm, që të joshte patjetër të pije prej tij. Dhe nuk e bëra dysh. Vendosa dorën time në atë ambient ku ai ujë zbriste nga sipër, nga ajo ujvar, vendosa dorën për të pirë ujë. Dhe çfarë ndodhi? Duke qenë se uji ishte me presion, nuk arrinte të mbetej asnjë pikë në dorën time. Nuk pije dot. Dhe unë nuk arrita të pija dot asnjë pikë. Dhe u trishtova shumë. Dhe thash, o Zot, unë kam shumë dëshirë të pi nga ky ujë, por dora ime nuk e mban ujin. Si do t'ja bëj? Dhe sa kam mbaruar fjalën dhe kam thënë si do t'ja bëj, pikërisht në atë moment, një dorë e madhe buri u vendos përpara meje. Dhe unë nuk e bëra dy atë dëshirën e fortë për të pirë ujë. Dhe nuk më vajti fare mendja se kujt mund t'ishte dora, nuk e vrava mendjen. Direkt kam ulur kokën dhe kam pirë ujë. Kam pirë ujë për disa minuta, nuk e di se sa, nuk e përshkruaj dot. Pasi kam pirë, jam kënaqur jashtëmase me atë ujë, jam ngritur dhe kam folë me Zotin tim dhe kam thënë, o Zot, ky ishte një ujë mrekullueshëm. Një ujë që sa më shumë të pish, aq më shumë dëshiron të pish. Dhe unë kam prap dëshirë të pi nga ky ujë. Pra kjo ishte biseda që ti ke përjetuar, ndërsa ishe në vdekje klinike. Po. Ndërkohë që unë flisja, nuk kishte as kënd rrotull aty. Dora vazhdonte të ishte aty dhe askush nuk ishte i pranishëm, ose të paktën që unë mund ta shihja, nuk kishte as kënd tjetër të pranishëm. Ndërkohë që ul kokën për herë të dytë për të pirë ujë. Kam pirë përsëri me shumë dëshirë, me shumë metje, sikur nuk isha pirë fare. Edhe me shumë kënaqësi. Kam pirë nuk e di se për sa kohë, por më shumë se herën e parë. Dhe mbasi kam pirë ujë për herë të dytë, mund të them që kisha një lloj ngopjeje të lehtë. Çohem, vendos duart në mes dhe them: "O Zot, ky është vërtet uji jetës, parajsa që ti ke përgatitur për ne. O Zot, sa i mrekullueshëm je, ku ka si ty o Zot." Dhe isha duke folur me Zotin, ndërkohë që nuk shikoja përsëri as kënd aty, por e bindur në veten time që më dëgjonin. Shumë e bindur që më dëgjonin. Pas këtij momenti që u shkëputa dhe bisedova pak me Zotin, thash, Zot, dua të pi përsëri nga ky ujë. Ishte hera e tretë. Vazhdon bisedën. Po, vazhdoj bisedën me Zotin dhe ul kokën dhe çuditërisht dora vazhdonte të ishte përpara meje, shtrirë e bër gati që unë të ulja kokën dhe të pija. Edhe vazhdova të pija ujë përsëri. Herën e tretë kam pirë edhe më gjatë se 2 herët e mparshme. Dhe kur të them që arrita një ngopje pak më të madhe dhe një kënaqësi që nuk e përshkruaj dot, çohem dhe them: Zot, po, ky ishte uji jetës. Uji që ti na ke premtuar, ky ishte uji i gjallë. Zot, të falenderoj shumë për këtë ujë. Zot, nuk ngope me këtë ujë. Dhe pas këtij momenti kam qëndruar dhe menjëherë mendja ime ka shkuar. E kujt ishte ajo dorë? Ajo dorë që u vendos përpara teje, se dora jote nuk e mbajti ujin. Dhe kam pyetur, thash, o Zot, po e kujt ishte dora? Edhe sa kam thënë, e kujt ishte dora? Ajo dorë u vendos në supin tim. Edhe unë si një tip nga natyra shumë e ndjeshme, kthehem menjëherë
mbrapsht, dhe shoh Jezusin, Pra, të mund ta veshur pohosh me që të ke parë bardha. Jezusin. Po, të veshur me të bardha, këmbët e tij ishin në tokë dhe koka e tij arrinte në qiell. Ishte aq i madh, aq i dashur, nuk e di, unë ndjeva aq mirë në prezencën e tij sa nuk gjej dot fjalë ta përshkruaj, dhe me një qetësi dhe me një paqe që mahnitem kur e kujtoj. Dhe më flet më shumë me një përshpërim shumë të lehtë. Besoj siç i ka ndodhur besimtarëve të gjithë që fryma t'u flas Çfarë dëgjove? me një përshpërim. Por përveç se me përshpërim e shoqëron edhe me gjeste, që unë të kuptoja mirë çfarë ishte duke më thënë. Nëse ai do të fliste, aq i fuqishëm sa ishte, nuk besoj se do të jetoja përsëri. Dhe më thot, mos ki frikë, unë jam me ty. Dhe unë shumë e sigurt që ai ishte Jezusi, jo vetëm se e pash, por sepse bëra konfirmimin me atë që Jezusi dhe Zoti ynë ka bërë gjatë gjithë Biblës. Ai e ka përsëritur 365 herë në Bibël. Mos ki frikë, se unë jam me ty. Dhe kjo gjë konfirmoi edhe më shumë që ai ishte Jezusi, Zoti im dhe Perëndia im. Më pas? Pas kësaj, më thot, të duan. Më flet në shumës mua. Të duan. Të duan, ty të duan. Kujt mendon se i është referuar Jezusi? Atit, birit, frymës. Ty të duan, fiks. Edhe faktikisht më kujton të njëjtën shprehje që i ka thënë Danielit, ty të duan, nëse kujtoni. Vegimet që ka patur Danieli është e njëjta fjalë, por nuk më tha fjalën ty në fillim për të qëndruar besnik, çfarë dëgjova, por më ka thënë të duan në shumës. Dhe unë e bindur plotësisht që ishte i pranishëm Ati edhe fryma e shenjtë gjithashtu. Pas kësaj, pasi më ka thënë të duan, unë i kam thënë, faleminderit Zot, shumë faleminderit. Më falë se harova një detaj të vogël, mund t'i kthehem? Në momentin e parë, kur më tha, mos ki frikë se unë jam me ty, unë i ktheva përgjigje, sepse unë ndjeva shumë në paqe, shumë në siguri dhe nuk isha as pak frikë. Dhe i thash, jo Zot, nuk kam frikë, unë po ndjem shumë mirë këtu. Pas momentit të dytë, ishte biseda e dytë me Zotin tim që më tha, të duan. Dhe unë i thash, faleminderit Zot, me shumë gëzim, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, nuk e përshkruaj dot, se sa mirë, kur ai më tha të duan. Dhe pas këtij momenti, ka vazhduar edhe një fjali e fundit, biseda ime me Zotin Jezus Krisht. Dhe fjalia e fundit ishte, çdo gjë do të shkojë mirë, pa merak. Jo, i thash Zot, nuk ka merak. Dhe pastaj më ka prekur lehtë përsëri në supë dhe më ka dhënë një shtytje shumë të lehtë, si një lloj stimuli, më shumë të them, një prekje shumë të lehtë dhe unë kam fluturuar përsëri. Kam fluturuar dhe kam zbritur pikërisht në spital. Dhe sa kam zbritur aty, jam përmendur për ata që nuk e dinin se çfarë kishte ndodhur me mua. Pra pas ti përjetimi, ti ndërsa ishe në vdekje klinike, shtrirë në krevat në spital, ti e përmendur. Ke hapur syt? Kam hapur syt, po. Kush ishte me ty në atë çast? Në atë moment, sapo kam hapur syt, kam parë vëllain tim te koka, që ishte duke më lagur ballin. Siç ndodh zakonisht që Kishe ndonjë mjek aty për momentin? Nuk ishte asnjë mjek, në atë moment hyn një infermiere. Ka qenë ora 6 e mbrëmjes. Kur unë kam hapur syt, kam pasur përballë një orë dhe sytë e mi kanë vajtur instinktivisht atje dhe kam parë orën, ishte ora 6 e pasdites. Reagimi nga ora 8 e mëngjesit, në orën 6 të pasdites, unë kam hapur syt dhe jam përmendur për herë të parë gjatë asaj dite. Dhe çfarë kam thënë në momentin që hapa syt? Kam thënë, pse më sollën këtu? Isha shumë mirë atje ku isha. Pse më sollën këtu? Edhe infermierja, që ndërkohë kishte hyrë, dhe vllai im që ishte i pranishëm, u habitën
të dy bashk, dhe infermierja tha, po ku ka qenë kjo motra jote, more, tha? Ku ka qenë që po thot, pse më sollën këtu? Po pyete, dhe vllai që i thot me shaka, ne mësuesit, edhe kur vdesim, e kemi mendjen të freskët. Nuk jemi si gjithë të tjerët, dhe ato qeshin. Në fakt, ato nuk dinin që unë kisha vdekur. E dinte Zoti, unë edhe mjekët. Sepse familjarët e mi nuk dinin çfarë kishte ndodhur me mua. Ajo infermierja nuk ishte asistuar. Nuk ishte asistuar sepse ishte infermierja e pasdites. E turnit tjetër. E turnit të darkës, të mbrëmjes, në orën 6 pasdite. Dhe nuk dinte curin çfarë kishte ndodhur. Ajo mori turnin, po bënte vizitën e zakonshme. Unë do doja të dija pak reagimin e doktorit që kreu operacionin, se imagjinon është gjendje dëshpëruar ka qenë ai. Po. Si e mori vesh lajmin ai? Domethënë, ishte në turn reagimin e tij. Po, faktikisht unë nuk e di se si ai e ka marrë vesh dhe çfarë ka ndodhur me të, por unë di të them reagimet e tij që nga dita e nesërme, pra pas operacionit. Nuk di se çfarë i kanë thënë dhe kush i ka thënë. Po. Nuk kam informacion dhe nuk flas dot për këtë pjesë, ndërsa për të nesërme dhe për gjatë javës që unë kam qëndruar në spital, mund të them që doktori çdo ditë më ka treguar nga një detaj nga operacioni im. Pra ai sa shikonte dhe gjendjen time shëndetësore, sa unë mund të kapërdia dhe të mos ndikonte për keq në shëndetin tim. Reagimi i kthimit në jetë. Po. Gjatë operacionit ishte e pamundur, edhe pasi u bë elektroshok. Edhe pas elektroshokut. Pra reagimi i doktorit në përballjen me ty. Po. Si ishte? Ishte kështu. Pas asaj mbrëmje, unë jam përmendur vetëm 1 minutë që kam thënë në orën 6 që ju përsërita pak më përpara, kam thënë atë fjali, unë kam qenë në gjendje klapie, që se mund ta quaj, pra shumë e dobët, shumë debole, shumë e pafuqishme. Të nesërme në mëngjes në orën 8 vjen doktori që të bënte kontrollin e shëndetit tim edhe të plagës njëkohësisht. Dhe më thot, Ada, ke vuajtur shumë dje në operacion. Por mos u frikso. Çdo gjë do të rregullohet, je gocë e re, edhe do ta marrësh veten shumë shpejt. Edhe unë i them, faleminderit doktor, për kaq sa tha. Ditën e dytë, të martën, vjen përsëri që të bëj kontrollin e plagës, edhe më thot, Ada, të kemi shtuar narkoz. Por mos u bë merak, është një gjë që nuk dikon për keq në trupin tënd, edhe pse të kemi shtuar narkoz. Edhe unë nuk flas, faleminderit doktor për çfarë keni bërë. Të mërkurën, doktori kishte lënë porosi që të më hidhnin urgjentisht gjak, duke parë parametrat e trupit tim që isha shumë e kputur fizikisht. Dhe diçka për të veçuar ishte që të gjithë të sëmurët e tjerë kishin filluar ushqeshin të pas operuarit, ndërsa unë nuk kisha asnjë dëshirë për të ushqyer. Një gjë shumë e rrallë, që ata u habitën, paktën ata që se dinin se çfarë kishte ndodhur me shëndetin tim dhe me trupin tim. Ndërsa ditën e njëjtë, gjatë javës që vazhdoja të isha në operacion, vjen një mjek tjetër, jo mjeku im që kishte ndjekur operacionin, por një tjetër mjek që doktori e kishte thëritur për ndihmë, shtesë, për të asistuar. Për të asistuar mbas vdekjes time klinike. Dhe ai shikon dhe më shikon me keqardhje duke parë se si isha fizikisht. Dhe më thot, a të ka thënë doktori se çfarë ka ndodhur me ty? Po, i thash, më ka thënë që ka shtuar narkoz, që kam vuajtur e kështu. Të ka thënë, tha, që ke humbur shumë gjak e gjëra të tilla? Jo, i thash, nuk më ka thënë. E po mirë se po e lë me kaq. Mirë, s'ka gjë. Po çfarë rëndësi ka? Këto gjëra do kalojnë, ti do ta marrësh veten shumë shpejt. Dhe ndërpreu bisedën. Edhe ndërkohë që të gjithë të sëmurët e tjerë thashë vazhdoni të ushqeshin, unë ushqesha vetëm me serume në ditë. Ishte era e parë në jetën time që bëja serume dhe trupi im reagoi në një mënyrë shumë të veçantë që u shfaq pas 8 ditësh që unë qëndrova aty. Të gjithë largoheshin nga reanimacioni, shkonin në përdhoma, unë kam qëndruar 8 ditë aty. Pas operacionit, kam qëndruar në të njëjtin vend për të qenë në vëzhgimin e mjekëve, për çfarë kisha kaluar më parë. Edhe jo vetëm, por ishin duke parë çdo detaj, ushqesha, sushesha, si kisha temperaturën, çfarë ndjeja në trup dhe ishin në gatishmëri të pyesnin se çfarë kishte ndodhur, po ndodhte me mua. Këto mund të them. Po, Adelina, unë do doja të dija pak reagimin e mjekut. A i quajti mjeku një mrekulli këtë pjesë, sepse ti del me një reagim si mjek.
kur i humbe shpresat, ti s'mund të bëje më asgjë. Cile ishte reagimi? A e pranuan përpara teje edhe stafi që kjo ishte një mrekulli? Po, është e vërtetë, Nela, por kjo nuk ka ndodhur në ditët e para që unë kam qenë aty, 8 ditë që unë kam qenë shtruar në spital, por pas rreth 1 muaj, 5 javësh. Nështë biseda e fundit para se ti të lije spitalin? Nuk më ka thënë asnjë gjë, ai nuk ka asistuar fare kur unë jam larguar nga spitali, për arsyet e veta se ishte kirurg shumë i njohur dhe e kërkonin gjithandej, nuk ishte mundur të ishte. Dhe unë jam larguar pa e takuar doktorin, kam takuar të tjerët sigurisht, por mjeku nuk ishte i pranishëm. Dhe çfarë ai ka deklaruar, ma ka thënë këtë gjë pas 5 javësh, kur unë kam ardhur për të bërë kontrollin e plagës përsëri në Tiranë. Pra ti shkove për të bërë një konsult pas 5 javësh. Siç më kishte thënë edhe doktori. Shkova atje, ndërkohë që ajo që më kishte ndodhur nga serumet ishte që floku im u kput dhe unë u detyrova ta pres për shkak të antibiotikëve të shumtë që më kishin bërë, për shkak të elektroshokut, për shkak të goditjeve pafund që i kishin bërë trupit tim për të më sjellë në jetë. Edhe sigurisht që kjo gjë ndikoi, patë disa dëmtime. Po. Dhe kur unë kthehem për të bërë kontrollin mbas 5 javësh, mjeku vjen aty, ndërkohë që bashkë me të ishin dhe 2 mjeke të tjera, të cilat gjithashtu kishin asistuar shtesë kur doktori kishte kërkuar pas vdekjes time klinike. Dhe direkt u thot kolegeve të veta, e mbani mend të Adën, atë vajzën nga Fieri? Jo, thonë ato, nuk e mbaj mend. E ajo vajza që na erdhi 2 lever dhe kështu e sëmur e këputur, e mbani mend apo jo? Dhe ato thonë, po, s'mbaj mend të doktor, se sa pacient kemi kaluar. Po jo, atë duhet ta mbani mend, thot, sepse në operacionin e saj ka ndodhur një mrekulli. Thot doktori, pohoj me gojën e tij, ka ndodhur një mrekulli. Ndërkohë që unë direkt ndërhyj dhe i them, jo juve, doktor, jo juve, po Zoti. Dhe ai nuk flet asnjë fjalë me gojë. Pas reagimit që unë thash kështu. Pastaj më thot, po moj vajz, ke shumë të drejtë. Unë jam një person nga natyra ateist dhe nuk kam besuar asnjëherë në Zot. Por operacioni yt më tregoi që ka një Zot të plot fuqishëm dhe të gjithëpushtetshëm. Operacioni yt më tregoi që besimi tek Zoti që ke ti është Zoti i vërtet. Ai e pohoi vetë. E pohoi me gojën e vet. Dhe është vërtet një rast mrekullie. Po, është një rast mrekullie. Dhe jo vetëm, Enela, por më tha që Zoti të paska dashur kaq shumë sa të kthehu përsëri në jetë. Unë bëra çmos me kolegët e mi dhe nuk arrita dot asnjë gjë dhe më ka treguar gjithë ritualin se çfarë kishte ndodhur me mua. Bërjen e elektroshokut, shtimin e narkozës, tmerrin që kishte përjetuar ai dhe kolegët. Çfarë ti ke përjetuar në vdekje klinike. Jam e sigurt Adelina që ajo çfarë ti ke përjetuar dhe vetëm ti e di këtë të vërtet, të kanë nxitur edhe më shumë për të qenë edhe më e fortë në besim pas operacionit, sepse është një përjetim që s'mund ta harrosh lehtë. Patjetër. Por ajo që doja të thosha pak në fillim është që në fillimet e para për gati 1 muaj e gjysmë, unë kam qenë shumë e dobët fizikisht dhe më beson Enela, por nuk kisha dhe fuqi të flisja. Nuk ushqesha si gjithë të tjerët, jam ushqyer vetëm me ujë, me lëngje, frutash, për 1 muaj e gjysmë afërsisht. Nuk kisha një lloj anoreksie, ndaj gjeldrave, ndaj bukës, nuk jam ushqyer, pra vetëm me lëngje kam jetuar, dhe në fakt, për mua, për sa unë kuptoj, ka lidhje ndoshta me faktin që unë piva ujin e jetës. Po, edhe kjo është diçka e pashpjegueshme, të rish kaq i gjatë vetëm me ujë, vetëm me lëngje. Me lëngje. Pra kjo vërtet një mrekulli dhe ti gëzon shëndetet plot që pas asaj kohe. Lavdi Perëndis, shëndet të plot, sa kur kam shkuar për kontrollin e plagës, doktori dhe ato nuk më kanë njohur, thanë që wow, një ndryshim Kjo total. është një mrekulli, lavdia i qoftë Zotit. Lavdia i takon Zotit tonë. Ne besojmë në mrekulli që Jezusi shëron. Po, është e vërtet. Mendimi im personal, por besoj edhe shumë atyre që na ndjekin në këtë moment është që ne nuk mund ta fusim Zotin brenda kornizave. Amen. Sepse ai Zot që ka shëruar në atë kohë vazhdon e shëron sot e kësaj dite. Po, Këto e tregojnë dëshmitë e shumë njerëzve. Dëshmia jote, dëshmitë e shumë të tjerëve që kanë pasur në studio, e sa dëshmitë të tjera që ne kemi dëgjuar në botë, aq më tepër lidhur me vdekjet klinike ku njerëzit kanë pasur përjetime të ndryshme dhe i kanë ndarë. Tani zakonisht është ajo ideja që duke qenë sa të përjetime ke parë vetëm ti, ekziston edhe fakti mundësia që shumë njerëz thonë ka parë përjetim.
nuk po thot Ka vërtetën. pas edhe dyshime Nuk të është, tilla. po sigurisht njerëzit kanë e kështu. Po, është e Por vërtet. unë besoj që Perëndia është Zot që shëron. Unë të falenderoj që ti e ndave këtë përjetim me ne, edhe unë ndoshta do doja në mbyllje të kësaj interviste, kësaj dëshmie të fuqishme, një mesazh nga ti për gjithë ata që ndoshta po kalojnë një moment të vështirë në jetën e tyre, janë të sëmur apo po përballen me diçka, cili do të ishte në mënyrë të përmbledhur. Po, Nela, shumë e vërtet. Sigurisht që jeta ime pas këtij përjetimi dhe besimi im është fuqizuar edhe më shumë, edhe lidhja e ngushtë që kam me Perëndin nuk mund të krahasohet fare me asnjë lloj marrëdhënie njerëzore që un kam, qoftë edhe me njerëzit më të dashur, me prindrit, me vëllezërit dhe me motrat në besim. Për mua Perëndia është gjithçka. Dhe ajo gjë që Zoti mua më ka folur shumë fort përmes këtij përjetimi dhe kësaj mrekullie që Perëndia më ka dhënë privilegjin që unë ta përjetoj, se është një privilegj, nuk e përjeton kushdo, që të shoh Krishtin, që të pi ujë nga dora e Krishtit, që të bisedoj me Krishtin, dhe që Krishti t'i garantoj që çdo gjë do shkojë mirë. Është një mrekulli që jo kushdo e ka përjetuar. Dhe unë e falenderoj shumë Zotin tim që më dha këtë mundësi dhe këtë privilegj që ta ndaj me ju dhe me teleshikuesit, me besimtar dhe me jo besimtar. Sepse mesazhi im është ky, që Zoti ynë është i gjallë, Zoti ynë është i vërtet, që çdo gjë që është shkruar në Bibël është e vërtet, që ka jetë pas vdekjes. Ka jetë pas vdekjes. Unë kam parë atë ambient ku ne besimtarë do të jetojmë. E kam parë, e kam prekur, e kam shijuar, që ka jetë pas vdekjes, edhe jo vetëm. Por besoni në Zotin Jezu Krisht, është Zoti i gjallë edhe i vërtet. Ashtu siç thot në fjalën e tij, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Dhe kush vjen tek mua, nuk do të humbas, por do të ketë jetë të përjetshme. Dhe kjo është nxitja dhe inkurajimi dhe mesazhi që unë doja t'u jepja të gjithë atyre personave që në këto momente që ne flasim janë duke kaluar ose duke përjetuar një vështirësi të fortë shëndetësore, apo ndonjë stres, apo ndonjë problem, apo gjithçka tjetër. Krishti është zgjidhja e vetme. Besoni tek ai me gjithë zemër dhe do të keni shpëtim për shpirtin, por dhe shërim për trupin, sepse Zoti unë Jezu Krisht është edhe shërues dhe mrekullibërës, siç thotë edhe një këngë shumë e bukur që ne kemi. Të falenderoj Adelina. Unë lutem që Zoti të përdorë për lavdinë e tij, për qenë bekim për jetën e shumë besimtarëve të tjerë. Sot më shumë se kur ne kemi nevojë të dëgjojmë edhe dëshmi dhe ta shohim në veprim fuqinë e Perëndisë. Amen. Përmes jetëve tona. Të falenderoj. Asja kënaqësi. Falenderoj unë ty për ftesën. Shumë bekime. Jezusi për cilin ne po flisnim edhe mrekullitë e tij nuk kanë mbetur pra siç e thash pak më parë brenda kornizave të Biblës si një histori e dikurshme, por fuqia e tij shëruese është ende në veprim. Ti mund ta prekësh fuqinë e shërimit sot. Rikthehemi pas pak.